Përshëndetje miq, mirë se vini përsëri në kanalin Mëso Anglisht Falas. Në mësimin e sotëm do të mësojmë së bashku se si mund të përdorim ë e ën në anglisht. Dy nyje shumë të rëndësishme. Pa humbur kohë, fillojmë me mësimin. Fillimisht, le të shohim së bashku se çfarë janë a dhe an, ose në anglisht ë dhe ën. Në anglisht a dhe ën, or ë dhe ën, janë nyje të pacaktuara, ose në anglisht ne I quajmë indefinite articles. Indefinite articles. Zakonisht këto dy nyje ne I përdorim ato para emrave në njëjës kur flasim për diçka të përgjithshme ose për një gjë, por jo diçka specifike, pra jo diçka të veçantë. Në shqip ato zakonisht përkthehen si një, për shembull një djalë, një vajzë e të tjera. Tani, pa humbur kohë, shohim disa shembuj së bashku me përdorimin e a, or ë. Rregulli që duhet të mbash mend është ky. Zakonisht ose gjithmonë përdorim a ose ë para fjalëve që fillojnë me tingull bashkëtingëllor. Pra, nëse shkronja është bashkëtingëllore, pra b, c, d e të tjera, atëre do të përdorësh nyjen ë. Për shembull, një libër, a book. A book. Libër në anglisht fillon me b, kështu që zakonisht përdorim ë. A book. Një makinë, a car. A car. Një qen, a dog. A dog. Dhe një mësues, a teacher. A teacher. Pra, gjithmonë nëse emri fillon me një bashkëtingëllore, do të përdorim ë para emrit. Ndërsa an ose ën do ta përdorësh ose do ta përdorim gjithmonë kur emri fillon me një zanore. Pra, nëse emri fillon me një zanore, mos harro që gjithmonë duhet të përdorësh nyjen ën. Për shembull, një moll, an apple. An apple. Një elefant, an elephant. An elephant. Një portokall, an orange. An orange. Një ide, an idea. An idea. Dhe një orë, an hour. An hour. Tani, në anglisht, për shkak se zakonisht folja ose shkronja h është një shkronjë e pazëshme, pra nuk e shqiptojmë, zakonisht do të hy ose do të marr rregullin e zanores. Pra, edhe këtu do të përdorim ën për shkak se shkronja h zakonisht nuk shqiptohet në anglisht. An hour. An hour. Pra, në këtë rast shqiptojmë më shumë shkronjën a sesa shkronjën ë. Hour. Hour. Tani, shohim së bashku disa shembuj kur përdorim nyjen a ose ë. Siç e përmendëm, emrat duhet të fillojnë me bashkëtingëllore nëse përdorim nyjen ë. Për shembull, ky është një libër. This is a book. This is a book. Ai ka një makinë. He has a car. He has a car. Ajo është një mësuese. She is a teacher. She is a teacher.
Unë shoh një qen. I see a dog. I see a dog. Ne jetojmë në një shtëpi të vogël. We live in a small house. We live in a small house. Më duhet një karrige. I need a chair. I need a chair.